Është pikërisht kjo mosha e egocentrizmit, ku fëmija janë, ndoshta nuk e kanë kapacitetin me mendu për shokun, shoqen, për asgjë tjetër përveç vetës. Edhe pikërisht është kjo ajo mosha që përmes lojës mësojnë edhe me respektu, po edhe me pas hapësirën edhe mendimin e vetë. A ndikon kjo në këtë fazë? Diçka që është shumë e rëndësishme me kuptu është që fëmijët prej moshës 1 deri në 3 vjeç mendojnë në mënyrë të pavetëdijshme. Edhe mandej mbas moshës 3 vjeçare deri në moshën 6 vjeçare ata fillojnë me qenë më të vetëdijshëm për veten edhe për rrethin. Normalisht kur flasim për një fëmijë edhe për fazat cilat kalon ai fëmijë, duhet ato faza me i kuptu shumë mirë. Për shembull, prej moshës 1 deri në 3 vjeç, një fëmijë i cili është të mendu në mënyrë të pavetëdijshme, na presim prej atij fëmije gjëra tjera, pra nuk presim me qenë shumë i vetëdijshëm për shembull për rrethin, për shokët e për shoqet, ato fillojnë me i mësu ngadale. Ndërsa mbas moshës 3 vjeçare, për shkak se këta fillojnë me qenë shumë më të vetëdijshëm për vetveten, edhe më të vetëdijshëm për rrethin e tyre. Unë mendoj që gjithashtu edhe shkenca e ka vërtetuar që nëse fëmijët janë të ekspozuar në një ambient siç është Nido Montessori School, atëherë këta e kanë mundësinë qatë egocentrizmin pak me shkri një fardore edhe me u adaptu pak ma let me grupin. Mandi nëpërmjet lojës, nëpërmjet materialeve cilat ata i përdoren, janë pak ma të hapën me bashkëpunu me njëri tjetrin e pak ka, që me thonë, probleme.